Në mënyrë solemne në Universitetin e Tetovës janë ndarë bursat për studentët ekselent të ciklit të parë të studimeve për vitin akademik 2025-2026. Në fjalën e tij para ceremonisë së ndarjes së bursave, rektori i Universitetit të Tetovës Jusuf Zejneli tha se gjithmonë studentët kanë pasur dhe do të kenë mbështetjen dhe përkrahjen e stafit udhëheqës të universitetit. Rektori shprehu mirënjohje edhe për prindërit të cilët vendosën që fëmijët e tyre të shkollojnë në këtë universitet. Kjo rrugë e triumfit të tyre nuk ka qenë dhe nuk është e lehtë, natyrisht i shoqëruar me vështirësi, përkushtim, sakrificë, dilema, por mbi të gjitha jam i bindur që ata në çdo moment kanë pasur dhe do të kenë mbështetjen e stafit mësimdhënës, administratës, stafit menaxhues të Universitetit të Tetovës dhe bashkërisht që ëndrat e tyre t'i realizojnë në mënyrë më të lehtë, më triumfuese dhe më të suksesshme dhe mbi të gjitha kjo është edhe një nga vullat e suksesit të Universitetit të Tetovës kushtuar edhe 31 vjetorit të themelimit. Të dashur prindër të studentëve tanë, më lejoni që të shfaqim edhe mirënjohjen e juaj për mbështetjen që ju keni dhënë gjemve, vajzave që njëkohësisht janë edhe gjemt dhe vajzat e institucionit tonë, të cilët me përkushtim dhe me punë natyrisht që afirmojnë në tërësi Universitetin e Tetovës dhe së bashku duke i bashkuar forcat tona, prindër, student, staf menaxhues, administrat, student, profesor, të gjithë bashkëpunëtorët e Universitetit të Tetovës, ne arrim që të ngrisim nivelin e cilësisë, duke përgatitur kuadro të cilave padyshim që përkojnë me nevojat e ekonomisë së tregut dhe në vazhdimsi me rastin e ushtrimit të profesionit të tyre, ata jemi të bindur që do të shkëlqejnë. Ceremonia e sotme u zhvillua në vigjilje të aktiviteteve me të cilat do të shënohet 31 vjetori i themelimit të Universitetit të Tetovës.